Nita është shumë e dashurume edhe Nita së shpejti qëre, nuk e di se dhe gjana nështë ati I planifikon po kur të nëzoti ato bon që po shpresoj shumë shpejt faktikisht ka një kohë të gjatë që me bendin shkome të na përdorsma jemi kanë për shembull surprize nusës ose kemi ba muzike të na përdorsma është tepër event shumë I rëndësishëm për dy personat që dashurohen edhe martohen vendosin me ba një kontratë me njëri tjetrin që jemi edhe aty po edhe risia ma e reja e fundit është që e kam një këngë me Xhirën e kam edhe shoqe kështu që jemi tu e ba një projekt bashk edhe po besoj që kemi me nxirr këngën jo gjatë verës pasi të kalon ky fluksi I verës po, se edhe Xhira sa e ka po edhe një qik që po e pres një rrit pak qika edhe me vazhdu me po edhe këngën bashk A I ke ba presion që me u rikthy muzik Xhirës? Jo, se I ka ba 3 fëmijë Ju kanë ba shumë, 3 fëmijë Xhira nojherë kthehet edhe më pëlqen shumë se kthehet gjithmonë me një projekt që ajo ka qef Kështu që pa presione kemi bu një këngë bashk kënga është tepër e mirë me zi po pres me ndo me njerëzit Qëre Xhira bon pak rap edhe në qatë këngë atë ne kanë zirë pak atë vetën unë ma shumë këndim kënga është R&B, pop, kështu që është pak e bërzime Apo na zbulon veç pak një refren shkurt Mos harro që t'kom dashte, pse s'jena mo, ani nosh se, si unë s'ke pas, mos harro që t'kom dashte, pse s'jena mo, ani nosh se, si unë s'ke pas.